5 herë në ditë e dëgjoni një thirrje në dunja, por nuk e përfillëm atë, por e neglizhuam atë, bile dhe bëm sikur nuk e dëgjojmë atë. O ju robër të Allahut, do t'i përgjigjemi thirrjes së Allahu xhallahu ala në atë ditë të madhe se kemi çare, por lumja i cili përgjigjet thirrjes së Allahu xhallahu ala sot në dunja dhe e zbukuron takimin para Allahu te bareke ve teala sot në dunja, që ta zbukuron Allahu te bareke ve teala takimin e tij në ditën e Kiametit. Nuk di o ju vëllezërit e mi që ka fe në faqen e tokës si Islami, që i thërret dashamirët e tij 5 herë në ditë me hayya ala salah, e jeni në takim, hayya ala falah, e jeni në shpëtim. Po na thërret ai Zoti i Madh xhallahu ala në takim. Po pse o ju vëllezërit e mi, parasysh ai na don shumë, ai dëshiron të takohet 5 herë në ditë me ne, por ne sikur nuk dëshirojmë të takohemi me atë te bareke ve teala, por do të vjen një ditë pa vallahi që ta takojmë Allahun xhallahu ala dhe të qëndrojmë para atij. E ka në transmetime ju vëllezërit e mi se në atë ditë të madhe, parasysh se është dita e thirrjes, do të thërret Allahu xhallahu ala dhe do të thotë ejna alladhina ata'uni falam yarawni, ku janë ata që mu bindën në dunja edhe pse nuk më kanë pa? Ku janë ata që shkuan në xhami u falën për Allah? Ku janë ata njerëz që erdhën në këtë xhumë të bukur, Zoti ju shpërblet dhe ju nderoft, që ta dëshmojnë sejdë dhe rukum për Allahun xhallahu ala. Hadha yawmul mazid. Kjo është dita e shtimit. Pra kjo është dita kur ata njerëz do t'i bekoj dhe do t'i begatoj. Dhe begatia më e madhe është që ta shohin fytyrën e Allahut të Madh te bareke ve teala.